Shkolla 9-vjeçare Sevasti Qiriazi në Korçë ka zhvilluar kampionatin e futbollit me pjesëmarrjen e nxënësve të klasave të treta dhe të katërta. Aktiviteti i kthyer tashmë në një traditë prej më shumë se 10 vitesh, synon të promovojë sportin mes fëmijëve dhe rëndësinë e një jetese të shëndetshme që në moshë të vogël. Kemi 10 vjet që organizojmë kampionatin në shkollë. Kampionati nis që në klasat e treta dhe përfundon me klasat e nënta. Sot ishin klasat e treta e të katërta, të cilat u ndeshin me njëra tjetrën. Këtë kemi kthyer si traditë në shkollën tonë. Synimi tonë është të masivizojmë sa më shumë fëmijët me sportin, të largohen nga iPadi, nga telefoni dhe të socializohen sa më shumë me sportin. Emocionet më të mëdha i përjetuan vetë fëmijët, veçanërisht ekipi fitues, të cilët treguan se futbolli është sporti i tyre i preferuar. Emocionet tona ishin të pafundme dhe nuk e prismin këtë çmim që do merrnim. Jemi shumë të lumtur së bashku. Luajtëm shumë fort, dha maksimumin. Kishim emocione, por prapë i shënuam gola dhe e fituam kampionatin. Si ndjeni? Shumë të emocionuar. Tani ne ndjehemi shumë mirë, emocione kishim pak, por prapë e fituam. Ty të pëlqen futbolli, luan? Po, unë luaj shumë futboll, më pëlqen shumë. Unë kisha shumë emocion, ishte e papritur, kjo se s'kisha shumë shpresa që do fitonim këtë çmim. Tani? Tani ndjem shumë i gëzuar, u habita me veten. Se nuk kisha fituar ndonjëherë në jetën time një çmim kaq të bukur. Emocionet që kur nuk ishte nisur kampionati ishin të shumta. Por pastaj kur nisi e kuptuam që jemi pak më të mirë, edhe nuk mund të humrim. Unë kisha pak emocione, por kur nisi ndeshja të gjitha më ikën dhe kur e fituam isha shumë i habitur se nuk e prisja të dilnim kaq mirë në këtë kampionat. Këto aktivitete janë shumë të dobishme për fëmijët sepse ata luajnë dhe mësojnë gjëra të reja. Kampionati i futbollit në shkollën Sevasti Qiriazi vijon të mbetet një nga aktivitetet më të dashura për nxënësit, duke sjellë jo vetëm argëtim, por edhe mesazhe të rëndësishme për jetën aktive dhe edukimin përmes sportit.